penjosh varësisht prej kundërshtarit. Na kemi zgjedh profe Adin. Jo, na kemi zgjedh këtë strategji. Do të më mësu me një kriter bazik që do të me lu në klub për me pas minutazh në kombëtare. Tek ne në Ballkan pak qytet e kundërta shpesher. Unë nuk pajtona për shembull nëse Zhegrova është aktivizuar 20 minuta te Juventusi, për shembull. Pse nuk duhet ta ketë asnjë minutë te Kosova? Ja. Nëse ti po e referohesh asaj. Po. Është një nga kriteret. Po okej, në rregull. Po nëse i ka 20 minuta, nuk pajtona që të kalum selektorët e Kosovës nuk i kanë praktikuar. Kanë rrjedh futbollistë që kanë luajtur pa minutazh, por parimisht futbollisti me formën më të mirë në klub luan në raport me në Sloveninë po besoj se ti e ke pas Ramonin e lënduar. Ti e ke pas Ramonin e lënduar, e ke pas Ramonin i cili nuk është paraqit në kombëtarën tonë, domethënë nuk është paraqit, po në momentin që ka qenë i gatshëm vinte pas një lëndimi, edhe ai nuk ishte minuta 3-4 ndeshjet e fundit. Pse vendosi për Ramonin? Sepse pesha e Ramonit ndryshon. Pesha e një futbollisti që është kampion në Itali. Pesha e një futbollisti, kjo është shumë e rëndësishme. Pesha e një futbollisti që kërkohet nga tërë bota. Nga tërë klubet e botës. Me një selektor, Kosova ka meritokraci në formacion, në minutazh, edhe në performancë futbolliste. Andaj s'ka polemika mbrana, andaj nuk ka skandale mbrana, andaj nuk ka asgjë të paqartë. As polemika është, s'ka. Edhe vetë futbollisti e kupton kur ka meritokraci mbranda dhe nuk i njihet edhe zoni shumë. Jo, ata gjithë mendojnë se janë meritokraci, futbollistë që s'luan edhe i kënaqen nuk ka. Unë shpesh jam i kënaqur me një futbollist që ka avu selektori tjetër standard që s'ka pas një 4 muaj. Ide tona në mënyrën se na çu shohim për jashtit, trajneri na arsyeton rezultati. Nëse trajneri ka rezultat, ja heqim kapelen, siç kemi bërë këtu. Edhe foda është i duri, është kundër asaj që duket për jashtit. Me aq sa komun informacione dhe kompa mbrana, është i jashtëzakonshëm edhe për te vija të bardha, për te menaxhimit fushës, për te vendosjes taktike. Po reflektohet në fushë se shumë elemente duhet me bëu bashkë në pas të sukses, nuk është vetëm pjesa taktike. Edhe mbi gjitha ka një qetësi të jashtëzakonshme të funksionimit. Nuk polemizon me askën, vendimet i ka të prerë dhe ne na është dashur një kalibër apo një tipi trajnerit të tillë, sepse në kaluamën me trajner të tjerë kemi pas polemika, edhe na kanë rrjedhë informacione që dash me mujt ton mu marr për diçka që realisht se kemi ditë ç'është. A mendon se duhet me startu Zhegrova? Në ku? Në cilën ndeshje? Në ndeshjet e play-offit. Nuk mendoj që është dashur me startu sot dhe nuk mendoj që është dashur me startu në Sloveni. Nëse në ndeshjet e play-offit. Mendoj që në minutën e 88 kur është futur lojë, është dashur me futur janë 20 minuta. Është diçka shumë e rëndësishme se ti vjen prej botës sportit. Në momentin që grupi krijohet një farë lloj homogeniteti, edhe kompaktësie, edhe lojtarët fillojnë të njohin njëri tjetrin. Edhe tash ky grup i futbollistëve në imagjinatën tonë duhet me startu në ndeshjet e marsit, apo nëse nuk ka ndonjë lëndim apo ka minutazh. Çka ndodh nëse e don Zhegrova? Vesh një fakt po. Çka ndodh? Jo, vetë ta përfundoj pyetjen. Çka ndodh nëse e don Zhegrova prej tash deri në mars ka minutazh të plot tek Juventusi, po kanë minutazh të plot edhe futbollistët që aktivizohen. Kush do ta fiton ballotazh? Kush mendon? Është një, me gjithë respekt. Është një Absolut. Nuk është njëjtë Hoffenheim edhe Juventus. Me gjithë respekt. Nuk është njëjtë Napoli. Nuk është Juventus. Nuk është referencë. Nuk është njëjtë Napoli. Nuk është njëjtë Napoli. Edhe CSKA Sofia. Po me krahasime. Jo krahasime shumë dura. Edhe shumë sakta. Sepse nëse nëse e don Zhegrova, nuk është aktivizuar për shkak të minutazhës. Nëse tash ai merr minutazh. Nëse tash merr, po ju ku bëni? Unë po ngritin një hipotezë, dëgjom, është hipotezë e rëndësishme. Nëse ndryshu formacionin e klubit për ka sukses. Pesha e ndryshon pesha futbollistit. Cili është futbollisti? Argumentin ton e demonton një element bazik taktik. Që është vendosja e Fodës që luan me dy sulmues. Dhe në momentin kur trajneri vendos luaj me dy sulmues, me Aslanin dhe Moriçin, rreshtimi në mes fushë dhe rreshtimi në defanziv, ku i përmend 5 futbollistë. Ardian nuk e dia ke pas rast me na përcjell. Unë kam thonë që Foda nuk i ka referuar individeve, por skemës së tij. Skema e ka vënë